Fëmijët e ditëve të sotme nuk hanë sepse kanë mungesë vitaminash, apo sepse kanë nazë dhe teka. Shumë nëna më kanë shkruar për këtë temë, dhe kur i kam shkruar mbrapsht për të thënë, shiko se mund të ketë një nevojë për një analizë gjaku, mesazhi që kam marrë ka qenë, ti s'e në rregull nga trut, hajde të shpojmë dhe kalamajt e vegjël për këto gjëra. Por shikoni, në ditët e sotme, ne po jetojmë në një realitet ndryshe, ku ushqimi është super i përpunuar, me pesticide, ndotja mjedisore, ka shumë faktor që po ndikojnë tek fëmijët e vegjël, te zhvillimi i tyre. Unë nuk po them se çdo gjë, çdo ushqim është i rrezikshëm, por fëmijët e ditëve sotme po rriten shumë ndryshe nga fëmijët e viteve të mëparshme. Një tjetër pikë e rëndësishme është për të thënë se analizat ne nuk i bëjmë për të gjetur vetëm sëmundje, i bëjmë për të parë se sa mirë trupi i fëmijës po e përballon rritjen, zhvillimin e tyre. Dhe një tjetër pikë për të përmendur është se oreksi nuk vjen nga stomaku, por vjen nga truri, në momentin se hormonet tona, energjia e trupit, nuk funksionojnë siç duhet, nuk i çojnë mesazh trurit për uri. Le të flasim për analizat. E di që shumë nëna do më gjykojnë, por nëna, keni parasysh